Të nderuar zëvendës kryeministra, ministra dhe zëvendës ministra, të dashur qytetarë, të nderuara media, sot shënojmë përvjetorin e ngjarjes më të rëndësishme të historisë sonë bashkëkohore, epopenë e ushtrisë shqiptare të Kosovës. Ajo përfaqëson një kthesë vendimtare në vetdijen tonë kombëtare dhe bashkimin tonë popullor drejt lirisë dhe pavarësisë. Historia e shteteve ndërtohet mbi ngjarje që I hapin shteg të ardhmes. Marsi I vitit 1998 është një ngjarje e atill. Në Prekaz, me 5, 6 dhe 7 mars 1998, ndodhi një përballje aq e pabarabartë, por me domethënie kaq të jashtëzakonshme. Në analet e historisë së Evropës nuk mund të gjendet një rast I vetëm kur për 3 ditë e 3 net rresht I bën rezistencë një familje liridashëse autoktone, një shteti policor e okupator. Ani se familja Jashari ishte rrethuar shumë fish nga mira forcat armatosura, të pajisura me makineri të rëndë dhe mjete ushtarake moderne të kohës, ata luftuan e qëndruan deri në fund, duke dhënë jetën e tyre për lirinë e të gjithë neve. Për këtë familje kishte kuptim vetëm një gjë, liria, sepse asgjë nuk është e vlefshme sikur ajo. Këtë ngjarje e bën të pavdekshme vendimi I ndërgjegjshëm I familjes për të qëndruar e për të mos u nënshtruar. Burrat, gratë dhe fëmijët vendosën të mos ndaheshin nga kryekomandanti Adem Jashari. Ata qëndruan tokë së bashku nga bindja se liria kërkon sakrificë e cila nis nga vetja. Me 5 mars 1998, të rinjt e familjes morën pozicionet e tyre me guxim. Gratë dhe vajzat furnizonin me municion pa ndërprerje. Ishte një qëndresë organizuar e vetëdijshme dhe e përbashkët. Kullat e tyre u shndrruan në fortesë, familja në simbol të unitetit dhe vendosmërisë shqiptare, ndërsa Prekazi në kryeqendër të kryengritjes popullore. Pas atyre 3 ditëve, lufta në Kosovë mori tjetër karakter. U rrit mobilizimi njerëzor, u forcua legitimiteti I rezistencës dhe çështja e Kosovës mori vëmendje të madhe ndërkombëtare. Siç kishte thënë pas kësaj betejë Basarifat Jashari, humba 56 anëtar të familjes, por fitova zemrat e 7 milion shqiptarëve. Gjersa përkujtojmë epopenë, reflektojmë për përgjegjësinë që kemi ndaj flijimit të tyre. Liria që gëzojmë sot është ndërtuar mbi qëndresën atyre që nuk u tërhoqën dhe nuk njohin dorëzim. Andaj, historia e familjes Jashari duhet të trajtohet jo vetëm në aspektin historik, por edhe në atë multidisiplinar, për të bërë studimet e thella, për të nxjerrë vlerësimet e sakta dhe për të siguruar e edukuar se si është krijuar ky thesar kombëtar I yni. Si qeveria e Republikës Kosovës, po punojmë që kjo histori, trashëgimi dhe vlerë e jonë kombëtare të dokumentohet, të ruhet dhe të përcillet te brezat e ardhshëm, si në Kosovë, ashtu edhe në Mërgat. Lavdije përjetshme kryekomandantit Adem Jashari, familjes Jashari dhe të gjithë dëshmorëve të lirisë. Qoftë kujtimi I epopesë së UÇK-s, frymëzim I përhershëm që të vazhdojmë të ndërtojmë e zhvillojmë Republikën e Kosovës me përgjegjësi, drejtësi dhe sovranitet. Ju faleminderit.